që të lexohet du ta kenë ndërmend. Këtë sendet që Allahu xhalla xhelalu i drejtohet dhe një popullit, ti je ati, dush me ditë se ti je ati. Je i thirrun. Allahu ka thonë jahudive, eqimu salate wa atu zakata warka'u ma'a rakiin, nuk do të thonë neve na ka lishu prej asaj. Urdhja Allahu që është në Kur'an vlen për ne. Ata janë shembuj për ne që të mos devijojmë si ata. Kurse ajeti na përfshin të gjithëve, kejt popujt në botë i përfshin deri një, pa marrë parasysh ti besojnë ata të gjithë janë të thirrur në dispozitat kuranore. Ka thënë jahudive që të marrin vesh na. Ati ju po se po që të marrin vesh na sepse edhe për neve vlen. Wala ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Po i thirrni njerëzit për punë të mira vetë s'po implementoni të mira? Ju jeni ju aplikues, thirrni për aplikim të mirave vetë nuk ju aplikoni? Në këtë botë ka njerëz që shkojnë në për fakultete ju të dashur. Shkojnë njëri në fakultetin e kimisë, fizikës, historisë, gjeografisë, lloj fakultetësh, sikur shka e dim. Atje e shef profesorin e kimisë, ka hi në katedrë me dhënë mësim, edhe ju tregon çunave edhe bijave se duni të jeni të moralshëm veç asaj që të mësoni formulat e kimisë, duhet të jeni të mirë të moralshëm, këtë në rregull. Mësime. Kur dalin studentat për universitetit e shohin mësuesin tupi. Profesorin e shohin tupi. Thojnë studentat, çka po na thot neve ki në klasë atje, në mësojtore. Po na thot duhet të jemi ja, shqo tash ki. Pastaj ata mlidhen kokë për kokë dhe bisedojnë një bisedë e cila biseda është mbi profesorin e atyre. Mbi profesorin e atyre. Ajo biseda mbi profesorin e atyre bëhet kështu. Po ani, qafën e theft, na ta mësojmë kimi. Kjo është mbi ata. Ai ku të donë në të shkollë, por landën e kimisë e din mirë, që ja marrim atë detyrinë e kimisë, ne pastaj ai ta thënë qafën. Kështu e mbyllën, edhe për ditë pastaj shkojnë. Mësim të aj. Të ne, të ana e predikuzve të islamit, komentatorëve, spjeguzve, thirrsave në islam, kjo është ndryshe. Nëse ai spjeguesi nuk është me fjalën. Allahu xhalla xhelaluhu ka zbrit ajet në Kur'anin e Kerim në këtë sure edhe në surat As-Saff. Në surat As-Saff në pjesën 27 të Kur'anit e Kerimit. Ktu ka thënë: "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum." Po i thirrni njerëzit për marr, e pastaj ju po bani prap? Po i thirr njerëzit për të para, tini një këfert? Tash ti merrem me men, kur dalmi piktu, këto biseda i ndëgjojmë së bashku, në çajtora atje, të më falni, hoxha ka lip një birë me pi. Ka lip një. Kështu, ta merresh me men se si, sa ja larga të dikande. Njeni në polin e veriut, fjala në polin e veriut, puna në polin e jugut. Mos mush me mri kur me kap në kam, asnjëherë. Do thonë kjo nuk kalon. Te udhëzues fetar, nëse fjala dhe puna janë larg, a ndonjëherë janë larg për shkak se pejgamberi thash të tim renda dhe me lajkellëk i thash të tim renda, po je i thjesht, ndonjëherë ndodh çka mos këtë dunjë, por largësia e dukshme e cila të ndan është dëshpërim i madh i serioz të besimtarët. S'kan qef besimtarët hoxhën me një të rrejt. Nuk kanë qef, nuk e ban, nuk e dojnë ato, se nuk kalon, nuk pastaj stubon kokë për kokë ato. Hoxha ju ka thonë e vjellë një është haram, se Allahu ka thonë vjellësit edhe vjellësës me apre dorën. Hoxha një anë i bazari ka shti dorën në gjep në aksham, që ka shti gjithë ditën. Që ka kishin babe, kishin zonë hoxhën. Se për që ishtë dorë të lidhë, dhe kështë shti dorën një në gjep në pazar. Ama punë, se donë ummeti këta, prej të predikusët fetar nuk donë me pa këtë punë. A i qish donë mi pa ato? Donë mi pa ato dhe fjallën e spjeguar të atyre, spaku shumë, afër një në qetrit. Bash njëmnja kanë shumë vështirë. Sepse kjo dunja ta ven brinjën e dashit në shinë. Të mëse kuptoni brinjën e dashit fjallë popullorë që brinjën e dashit dhe qëtë ma gjinë në pitreni. Kjasë do. Po unë po e kap, shemë, vërë me kap. Të këtu ta ven brinjën e dashit binar, ta ven.
Se di çka ndodh. Ti fare se din çka të ndodh. Por, ka thonë, أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Po i thirrën njerëzit për marr, ju po e lexoni librin, vet nuk po e bani, a keni men? Ka thonë أفلا تعقلون, a keni men, a jeni të vetëdijshëm, sepse këto punë nuk shkojnë bashkë, nuk kombinohen. Në surën As-Saf ka thonë, يا أيها الذين آمنوا, ajet e ditë, لما تقولون ما لا تفعلون. Pse po i thoni njerëzve për një punë që se bani vet? Pse po i thirrni njerëzit në punë që se bani vet? كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. Me të vërtet rritet jedhërimi i Allahu Gjelle Gjelalu nëse i keni punë larg me veprat, me fjalët. Rritet jedhërimi i Allahut. Te hoxha rritet, te ti rritet, se dini nuk është imi. Unë nuk e kam dinin name. E kam dinin shtëpia e madhrave, edhe marë prej atit jap tije. Ki dina që jeme dhe joti. Njëjt pas një dalim. Unë kam njohuri ma shumë shka ka në shtëpinë e madhrave, vetëm kja është dallimi. Unë e di në kompjuterin tim rrin shka ka në shtëpinë e madhrave. Çka të pyetësh? Ka dhe s'ka. E kam edhe se kam, nga të vete. Por e di ma së miri ndoshta. Por, shtëpia e madhrave është vendi ku ti merr mall prej ati. Të mos përdosh se je larg, se ti je hisenik, ke hise, ti je mrenda, në shtëpinë e madhrave mrenda, por si janë të paluar asendet e diun më mirë. Vetëm kja është dallimi. Kurse ti je mrenda, nuk je larg, nuk je jashtë. Ato fjalët që të ndëgjojsh sante, prej sante më njëherë, prej kësaj nate, të banë obligim si mua deri në këtë natë me i qua ndej. Shoqi i shoqit, edhe shoqja shoqës. Obligim. Nga ka varë Allahu Gjelle Gjelle, mos me pasë obligim, unë kisha nejnë shpiteme tash. 100% kisha nejnë shpiteme, kisha pushu me një hije. Prap, mas këti ajeti, Allahu Gjelle Gjelaluhu në ajetin 45 në Kurani Kerim këthet, edhe në shpjegon me ajetin e parë, sepse sa shkri tema, ashtu ashtë Kurani Kerim i lezetshëm, ka thënë, wasta'inu bis sabri was sala, o ju besimtar. Ka thënë ta dini se Allahu ka thënë në Kurani Kerim edhe pejgamberi jon në hadith se Islami është dini lehtë. Është e vërtet, ka thënë dinu yusrun, Islami është dini lehtë. Ta keni të qartë të gjithë se pejgamberi jon ka thënë yassiru wala tu'assiru. Lehtësoni sendet, mos e ranoni ummetin sepse Islami është dini lehtë. Me gjitha ta barabar, me këtë këto barabar. Kur ta angazhosh me i bën punë sa më shumë, me të vërtet je i ngarkuar me punë të lehta. Nuk kuptoni kështu? Je i ngarkuar në Islam nëse angazhohesh bash burri fort, edhe e jep premtimin Allahu se do të veproj sipas Islamit, atëherë të del puna kështu. Kjo një letër është e lehtë. Është vërtet se është e lehtë. Me rrit këta 50 me 50 bëhet më ran. 1000 letra 50 me 50 edhe maran. Me të ngarku një kub letër së në qosh prej vendit. O, shko botash? Po, veç a veç sendet, me të vërtet janë letë në Islam me apliku, por kur të hish në regula, nuk është ranë, po është angazhim, është ngarkes, do me thonë ngarkosh me vepra, me vepra të cilët e kanë emnin veprat e disiplinës. Veprat e disiplinës, se një fabrik, nëse ti me ndonë, me ndjek, kejt punët në fabrik, 8 orë, gjimësore kemi angër buk, 7 orë gjysëm, se i cila punë veç a veç, një shtraf që e shtrengon të në vete, është i letë, por kër të bjen për 7 orë me i shtrengu 1500 copa, do të thot të ka ngarku disiplina. Ona disiplinore të ka ngarku. Në klasë të shkolla fillore, shkollë të mesme, atje një në orë në mëngjes është shumë freskët, kur të jenë mësues i parë në mëngjes. Pas një mësus, 40 quna në klasë, 40 dibidusa. Se i cili ma qiski se qetri. E shbezdis, a i fort ma prej atyre, i shbezdis fort. Një ditë atë shumë ishte mleft, halepa hi në klasë me ditar, atë shumë ishte mleft. Timit e përplasin ditarin për buam, këtha, sot, tha, njoni, të rëtë, qota, dilë në rasë, a i doli, më një ara, ka përshkumësin. Shruaj titullin e mësimit sot, ta shka të shkryme me sot, ta shkryme 40 kongit.